Efi flet për Luizin dhe zbulon të vërtetën. Edhe pse kanë kaluar tashmë 3 vite nga përfundimi i Big Brother VIP Albania 2, Efi dhe Dhes vazhdon të marrë komente nga ndjekësit për personazhet e asaj periudhe. E ftuar në emisionin Ca nape në T7, ajo u shpreh se ndon se përvoja në shtëpinë më të famshme në Shqipëri ka qenë një periudhë e bukur e jetës së saj. Ende ka njerëz që i shkruajnë me mlef, kryesisht për Luiz Ellin. E pash si të padrejtë që dola, por kishte edhe stepje. Ka akoma komente, ka mlef, jo për Oltën, për Luizin më shumë. Ka ende njerëz që kanë ngelur para 3 vitesh. Unë nuk kam mlef për njeri. Çfarë ka kaluar ka qenë shumë e bukur. Nuk e fshim dot, u shpreh Efi me sinqeritet. E pyetur nëse ka pasur ndonjë kontakt me Luizin pas përfundimit të spektaklit, ajo u përgjigj shkurt dhe prerë, 0 kontakte.